erdhën dhe super videoklip dhe super këngë nga goca më e re e talentuar, këngëtarja më e re vetëm 11 vjeç, Gabriela Berberi. Mirë se erdhe, kënaqësi që të kemi në studio. Edhe Berace edhe Dibrane goca dhe sjell klipin e saj të dytë, kënga e dytë me motive shqiptare dhe sa krenar na bën që brezi i ri të vazhdojë traditën edhe të merret dhe të ketë dëshirë për të vazhduar muzikën popullore, se kemi mësuar që gocat e reja kanë një influencë të huaj, këndojnë anglisht. Dhe na bën shumë krenar fakti që ti ke zgjedhur të vendosh muzikë shqip mbi të gjitha dhe me motive popullore. Më trego pak për këngën tënde, se kjo është e dyta, apo jo? Më trego pak si ka ardhur ky bashkëpunimi, që nga teksti, që nga xhirimet. Mua më pëlqeu shumë. Në mendje më erdhi që mund të bëja një këngë me titullin Shqipërinë e dua të madhe. Po kjo këngë erdhi nga dashuria për Adheun. Dhe tekstin kemi atë detare, patriote të madhe. Është e dukshme që nga klipi edhe titulli i këngës dhe të gjitha. Kush e ka punuar tekstin? Mynur Dali Hoxha. E ke ndihmuar për tekstin, ke dashur, i ke dhënë gjëra elemente që ai mund të shtonte në tekst, apo ja ke lënë komplet dorë të lirë? Jo, kam lënë në dorë të tij. Po muzikën? Po. Muzikën më ka bërë Alfred Hoxha. Po, një super produksion. Trego pak për xhirimet, se duke shumë e bukur kështu veshur me veshjet popullore, është xhiruar në veri apo jo? Po, më pëlqenin shumë veshjet. Më pëlqenin shumë veshjet dhe isha shumë e kënaqur në atë ditë. Mendoja sikur bëra një famoze shumë e madhe. Jo, realisht është kënaqësi e veçantë që ti tarisht të xhirosh klipet e para në moshë kaq të vogël, sepse po thoshim edhe ne që kur kemi qenë moshën tënde, me pasionet tona, nuk na rrinte askush kaq mbrapa për të realizuar dëshirat tona. Klipe, të realizonim klipe, shumë larg. Je vërtet e bekuar në këtë pjesë. Ku janë xhiruar klipet, në çfarë më duket, pash në Kruj, mos gaboj, është një pjesë, okay? Një pjesë, po pjesa tjetër? Pjesa tjetër është xhiruar me Kalë në Vorë, në Durrës. Okej, po, dhe ajo skena me Kalin për shumë shumë e bukur. Nuk e di sa emocione ke pasur aty, duke qenë se deri diku dhe frika pak të përqendruar si për Kalit është. Jo emocion, po më shumë frikë. Po, mua më të merrojnë për shembull. Ama duke se tipike festare. Pas që kishe futur pjesë të klipit Patriotin tënd, Gjergj Kastriot Skënderbeu. Pse e zgjodhe ta kishe në klip Skënderbeu? Edhe në këngë. Ta kishe në klip pasi edhe thash për dashurinë e Adheut të bëja edhe krenar gjithë Shqipërinë. Dhe ja ke arritur. Çfarë komentesh ke marrë për këngën? Nga familjarët, nga shoqet? Kam marrë nga të gjithë, kam marrë shumë komente, gjithë ma pëlqenin këngën, më thonin edhe në klasë, e ke shumë të bukur, ma këndonin, nga jo gjë u gëzova shumë. Je bërë famoze vërtet në klasë, gjithë e di që ti ke bërë këngë. Gabriela, kënga, ose më sakë, pse pikërisht ke zgjedhur këtë lloj rrymë, pra këtë zhanër, folk? Të pëlqen? E pëlqen, apo thjesht për momentin, po e shikon njerë veten këtu, më pas disa kohësh ku i dihet mund të vishë një këngë më moderne? Po. Unë në vërtet e shoh pak veten edhe më shumë në popullore. Më pëlqen në kënga, se kam qenë shumë edhe vogël më përpara, edhe gjithmonë këndoja ku isha e vogël. Pra që e vogël të pëlqen dhe kënga popullore, këtë po thua, ajo t'ka ngjitur gjithmonë, nuk ka pëlqyer këto këngët. Cilën këngëtare, le të themi, të Shqipërisë e ke si një lloj idulli, si kush do të bëhesh kur të rritesh? Në të vërtetë më pëlqen Dafina Ziqiri, po nuk jam i bie në këngë ritmike. Po nga pjesa popullore? Nuk kam nga pjesa popullore, se gjithë këngëtarë më pëlqen i bie nga pjesa popullore. E kanë zërin shumë të mirë. Po që dëgjon më shpesh për shembull për ditëshmëri, cilat këngë të kujt këngëtari këndon më shpesh? Dhe dëgjon. Më shumë këndoj të jam një lule Dukagjini, atë kam shumë qef, këndoj disa herë do ta bëj emrin tatu, më pëlqen shumë. Po, me këtë do e ka bëj një bashkëpunim muzikor të për shembull? Me këto artiste? Në vërtet i kam qef të gjithë, nuk i ndaj dot. Po mirë, me një që mund të mendosh, për shembull që thua, i ke dëgjuar këngën në kohëve të fundit dhe ke thënë kur ta bëj një këngë me këtë.
Flasim për muzikën popullore, me qenë se aty e kemi fokusin për momentin, Okay. Unë mendoj ta bëja me Lirie Rashën ose me atë Vera Laçin. Super. Pëlqen shumë. Shumë interesante. Edhe zëri i tyre. Po. Gabriel, kush të zbuloi talentin të ty në fillim kur isha më e vogël? Kush të tha që Gabriel ti duhet ta vazhdosh muzikën, se ke zë, je talentuar? Ku kam qenë e vogël më tha profesori Kantos, më tha duke thjesht për herë të parë duke kënduar. Atëherë bëja disa note që më nuk e di, edhe kisha edhe zërin për atë gjë. Edhe më tha mua që ti ke shumë zë, ja tha edhe më prindërve, edhe të gëzuan edhe prindërit si për fëmijën. Edhe pas të vazhdova kështu edhe pas 4 viteve ja ku jam tani. Me këngën tënde të dytë, po kënga e parë si erdhi? I the ti mamit e babit që Gjon jam gati, do nxjerr këngën time të parë dhe di për çfarë do jetë, apo pati një diskutim? Jo, thjesht babi pati një diskutim me Mynir Dali Hoxhën, i bie si Dibrën edhe Beratin ta bashkonin bashk. Sepse ti ke babin Beratas, apo jo? Po, edhe mamin Dibrane. Edhe i bërë bashkë në një këngë. Dhe bërë dy këngë. Tani, sa suportues janë ata, më thënë, sa le të themi të plotësojnë çdo dëshirë që ti ke, çdo kërkesë tënde, apo ndonjëherë tonë shiko Gabriela se je akoma e vogël për ta bërë këtë gjë, pritet edhe pak sa të rritesh. Disa herë më thojnë, disa herë jo, po më shumë ashtu më suportojnë. Gjithmonë më thojnë ti këndon mirë, i bie edhe në mërzitim, nëse kam ndonjë mërzitim, gjithmonë më thojnë ti këndon mirë, asnjëherë mos u mërzit, më pëlqen shumë fjalët po. Po kush nga prindit, le të themi, të ndjek më shumë, vjen pas teje të aktivitetet? Të dy o gjithkohës? Pak më shumë mami. Pak më shumë mami, patjetër. Shumë mami, normale se mami do pas gocës pra do... Mami është mami, normal. Menaxherja. Për çfarë do lloj gjëje. Po kam përshtypjen që në menaxher më të mirë mund të kesh babin, besoj unë. Po. Për evente, për gjëra që mund të marrësh pjesë, ke bërë ndonjë koncert? Po, kam bërë shumë koncerte edhe me kërcim. Po, se ti ke pasion dhe kërcimin dhe akrobacinë. Me të gjitha, po përveç akrobacisë nuk kam bërë bie koncerte. Ndoshta me valle po. Tani ti ke disa pasione, pra këndimi, kërcimi, akrobacia. Aktualisht po merresh me të treja, i ndjek? Jo, i ndjek të gjitha në të vërtet. Nga se më pëlqejnë këngët, vallet, më pëlqejnë kërcimet moderne, akrobacia, më pëlqejnë shumë. Akrobacia do pak trajnim të mirë, duhet të shkosh nga mbrapa, dhe për elasticitetin. Në të vërtet, them donjëherë me vete që të bëm sa më mirë edhe asnjëherë mos t'i lejmë brapa ato. Të bëhet shumë gërle, vërtet, të gjitha bashkë. Në rast se do t'i rëndisje, për shembull, kë ke më shumë qef? Këngën, kërcimin apo akrobacinë? Këngën. Kënga e para. Pastaj vjen? Pastaj vjen kërcimi modern, edhe pastaj akrobacia. Të gjitha bashkë. Gjo, folëm deri tani për zërin tënd, po nuk të dëgjuam të këndosh çik live. Do ta nisësh me ato Jam një lule Dukagjini ose këngën tënde këtë duash ti? Me këngën time. Okej, jepi atëherë të dëgjoj. E kam mësu nga historia për nanën time Shqipëri, se këtu kam rënjët e mia, e gjithë bota leta di. Nga Sanxhaku gjerë në nish, që nga Shkupi në Preves, moj Europë ti mirë ta dish, është Shqipëria në gjenes. Bravo, bravo, Gabriela. Gabriela, të pëlqen të marrësh pjesë në kompeticione që bëhen fjalë për fëmijët, qoftë X Factory, qoftë Euro Kids, Eurovision për fëmijët? Po, më pëlqen shumë. Por kam shumë emocione edhe nuk e di pse. Se, do ishte një ndihmës shumë e madhe për ty. Po, i kam thënë edhe prindërve që më të ikim, kam thënë, po, donjëherë mundesh. Prandaj. Se jo, në vijim, se jo, po. Duhet pak përgatitje në aspektin e muzikës së lehtë. Ti si e muzikën e lehtë? Këndon në shtëpi muzikë të lehtë? Po, këndoj. Këndon. Çfarë këngë konkretisht? Preferuar? Këngët e Dafinës, ti kishte. Këngët e Dafinës më pëlqejnë shumë edhe disa kërcime që ka nxjerrur edhe tani, disa. Edhe më pëlqejnë edhe shumë nga se te kërcimi modern e kërcejmë shumë këngët e Dafinës. Bëjmë edhe kërcime vetë.
Pra i ke mësuar dhe këngët dhe koreografin, klipeve të Dafit të gjitha bashkë. Dhe i këngët të Ledon a i këndosh, për shumë? Në basi që të Dafit. Me qëndë. Një pjesë të shkurtë. Një pjesë. E të vërtet nuk i di të gjitha. Po, nuk është ashtu Po, teksti. nuk i ashtu, po thjesht kam i bje që okay. dua t'i kërcej më shumë. Po, një këngë tjetër popullore, dhe na këndosh? Po. Cilën? Jam një lule duka gjini. Okej. Jam një lule duka gjini, linderit në kamërgimi, që sa u bëna për me dit, shqip kam fole, shqip jam rrit, që sa u bëna për me dit, shqip kam fole, shqip jam rrit. Bravo, Gabriela. Shumë mirë. Qa planesh ke të radhës? Do vazhdosh me të një klip të tretë? Do vazhdosh të bësh? Okej. Do t'jetë me një të tematik, me Shqipërinë, me element popullor? Në të vërtet, titullin e ka këndos Zemra e Dibranit. Prap në Dibër, do ngelet shefi Beratit. Po. Se të kënga e pari për shive të dyja, tani vetëm në Dibër. Po ka koha dhe do bëj dhe i këngë për Beratin. Jo, si Berat se që jam, më ngeli hatri. Do e bëj. Të katërtën vetëm për Beratin. Parasysh. Të ka ndodhur të këndoshme për dasmat që familjare? Të thonë, hajde Gabriela në këndoj një këngë? Jo, s'më thonjë do njëherë, po në kësh rasti që kemi shumë dasma jo për gjë. Ja, do filloj të halli për bashkët. se fillon puna që tani Gabriela ta di se dasmat kanë lek, thonë, kështu që shikoje. Avash është në rrugën e dur, me gjitha pasionet, me dashurinë e madhe për muzikën, po, me përkushtimin e madhe dhe tëndin, po edhe të prindërve që janë gjithmonë pas teje që ti të ndjekësh ëndrrën tënde, dhe je vërtet me shumë fat që ke arritur në moshë kaq të vogël, ta rish publikosh këngët e tua, dhe një gocë shumë e bukur, shumë fantastike, me zë shumë të bukur, dhe ne të urojmë shumë sukses. Inshallah bësh çfarë të do zemra ty. Je shumë e mirë. Faleminderit ty që Kënaqësi. Okej, ikim në pak reklama dhe rikthehemi pas pak me një debat publik në Itali, por edhe në Shqipëri sa i përket martesave brenda së njëjtës gjini dhe adoptimit të fëmijëve. Vetëm pas pak.